Muzeu etnografik në Vlorë pritet të nënshtrohet një procesi të plot rehabilitimi duke i dhënë një frymarrje të re, një prej institucioneve më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore. Ky investim vjen në një moment kur po punohet paralelisht edhe për ngritjen e Muzeut Ebraik, një tjetër projekt me rëndësi të veçantë për pasurimin e ofertës kulturore dhe historike të zonës. Prej vitesh Muzeu etnografik nuk ka njohur ndërhyrje të mirëfillta restauruese apo investime të konsiderueshme, çka ka sjellë nevojën emergjente për rikualifikimin e tij. Godina dhe ambientet e brendshme ka nevojë për përmirësime, ndërsa objektet e ekspozuara kërkojnë kushte më të përshtatshme ruajtjeje dhe prezantimi për vizitorët vendas dhe të huaj. Drejtori i Muzeve të Bashkisë së Vlorës Skënder Spahiu bëri të ditur se punimet për rihabilitimin e muzeut pritet të nisin shumë shpejt. Sipas tij, ky projekt është konceptuar në mënyrë të tillë që të ruajë autenticitetin dhe vlerat historike të objektit, duke ndërhyrë vetëm aty ku është e nevojshme për përmirësimin e kushteve dhe funksionalitetin e tij. Muzeu etnografik vazhdon të jetë në kuadër të restaurimit dhe ne shpresojmë të fillojmë punimet për restaurimin e godinës së Muzeut të Klubit Labëria. Do të nisë së shpejti restaurimi i godinës. Është një projekt i miratuar nga Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare, miratuar nga Komisioni i Restaurimit në Ministrinë e Linjës dhe Ministria e Linjës ka plotësuar dokumentacionin për fillimin e punimeve të Muzeut etnografik ose Klubit Labëria të Vlorë. Spahiu theksoi se gjatë procesit të restaurimit do të ruhen të gjithë elementet karakteristik të muzeut, përfshi strukturën arkitekturore dhe detajet tradicionale që bëjnë këtë institucion një dëshmi të rrallë të kulturës dhe jetës së hershme në zonën e Vlorës. Ai shton se puna do të zhvillohet paralelisht me projektin e Muzeut Ebraik, duke synuar që të dyja investimet të përfundojnë në një kohë sa më të afërt dhe të kontribuojnë në rritjen e aktivitetit turistik të qytetit. Ato elemente arkitekturore, të gjitha ato elemente ndërthurjes së gurit, të drurit, do të ruhen cilësisht dhe do të jenë pjesë e vazhdimësisë dhe jetëgjatësisë së kësaj godine dhe të Muzeut etnografik për qytetin e Vlorës. Paralelisht me Muzeun e Ebrejve? Paralelisht, godina e Ebrejve do ringrihet përsëri, do rikonstruktohet godina e Klubit Labëria Muzeu Etnografik. Rehabilitimi i Muzeut Etnografik pritet ndikojë pozitivisht, jo vetëm në ruajtjen e trashëgimisë kulturore, por edhe në zhvillimin e turizmit kulturor në Vlorë. Me përmirësimin e kushteve dhe rritjen e cilësisë së ekspozimit, vizitorët do të kenë mundësi të njihen më nga afër me traditat, zakonet dhe historinë që ka pasur kjo trev. Ky projekt konsiderohet një hap i rëndësishëm në drejtim të valorizimit të objekteve kulturore dhe forcimit të identitetit historik të qytetit, duke shndruar Vlorën në një destinacion gjithnjë më tërheqës për turistët gjatë gjithë vitit.